Në fillim shokët me të parë e pritën t'i branin me brohërima të pazakonshme, duke mbytur me përqafime dhe më të puthura përzier me lot nga malli prej aq kohë. Pastaj e shpun me njëherë tek Kastrioti, i cili sapo e pa, e priti dhe dëgjoi me shumë mirësi. Njëkohësisht, ai dërgoi pas një vënies disa kalorë dhe këmbësor përzier, bashkë me ta edhe Tanushin, për ta ftuar të deleguarin e Tiranit me nderime. Kur e shpun në kamp, ishte duke ardhur nata, prandaj nuk zuri asgjë në gojë atë ditë. Për porosinë që kishte nga Tirani, por pasi u prit dhe u nderua me një darkë madhështore dhe shumë të pasur, pra e pushoi tërë natën. Më në fund, e si u mori udhër që t'u binte bashkë me kalorë si më të shpejt gjithë vendeve dhe gyrkave rreth e qarkut, dhe të shtonte rojët se mos të pani kur diste me atë maskë do një dredhi. Në këtë punë, ai e shkoi tërë natën, kur zbardhi drita, në bëjë thirrur parin dhe i dha mbretërojt mundësinë që të fliste. Ai që e kishte kurdisur që më parë me mjeshtri shumë të madhe fjalën, kur të ishte e mundur, tu ambushi disi mendje natyre njerëzve të lirë, me një. Në mënyrë të tillë, Lëtësia filloi kështu: O Skënderbe, makartën ai kishin dhënë që kur i perëndit koton mend, e të cilët sot më në fund kemi ardhur tek ti. Ndoshta më vonë se sa duhej të detyruar nga mjerimi e pambaruar, dhe me të vërtet, as ne nuk do të kishim parë gjithë ato ushtri, të shkatruara dhe gjithë ato kapetan të shojtur nga i njëjti fat, as ti nuk do të kishte çdo ditë përpara syve, vetërim të caktuar, me plak plot kudo, e nuk do të dëgjojnë vajtjet e të burrë. Por natyra e ka bërë kështu, në mos shkohet në paqe dhe në drejtësi, vetëse përmes gjakut dhe mizërive të luftës. Prandaj le ta marrim shtruar, le të shpëtojmë ato që kanë mbetur, dhe tu harruajmë së paku ato perëndime më të mira. Mjaft është mbytur për sa vite toka e Pirjote në gjak njeriu. Dhe mjaft kohë ponzin e shëmtuar krajina, dikur fort e këndshme dhe selia fort e bukur e kryetërive. Perëndit Murati i ka dhënë fuqia shumë të mëdha, dhe gati më shumë se sa mund të dëshirojë vdekatarët, kurse ty o Skënderbe, shumë të paka. Po t'i krahasosh që të flas lirishëm me të ati. Me gjithë këtë, fuqitë tua kanë trimërinë e ushtarëve, vetëmje, dhe çka është më e madhja, fatin që i bën të mos të turpërojnë dhe të jesh i kënaqur nga to, siç e ke treguar shkëlqyeshëm në të gjithë luftrat. Për këtë ne, edhe pse armik i yni, të kemi admiruar shpesh publikisht dhe privatisht, kemi sjellë ndërmend se sa me lehtësi janë zbudhur për një shpopull aq krenar të Hungarisë dhe Greqisë, aq e begat. Vetëm kjo gjendje ne na ka dalë pa thyeshme, e që së duron zgjedhën. Nuk ja themi as pak për t'ju bërë qepin, si ndonjë armik ledatar. Dhe makar të mos ishin të vërteta fjalët e mia, vetëm kundër jush, ne me sa shoh nuk jemi ende aq të fortë, aq fatbart. Por s'ka dyshim më periud, se ju duhet i keni shumë frikën këtij fati, i cili ju ka dhënë zemër e besim, me qëllim ndoshta të mbaroni keq, që të roni më në fund në nënsudimet e tij, sikur ta kishit përqafuar përgjithmonë. Veç kësaj, kjo luftë kaq e gjatë nuk ju ka humbur as juve pak forcë, as pak vlerë. Po të mbani parasysh gjithë anën e fatit tuaj. Në më të vërtet, sado që gjirë tani nuk e keni luftën kundër nesh, me humbje të mëdha, njerëzish, ku është Svetingradi, ku është fusha shumë e gjerë atij qyteti, ku janë gjithë ato bashtina, gjithë ato ndërtesa, gjithë ato bukuri pronesh. U shkoi bukuria e gjithë atyre gjërave, se u zhduk një krajinë aq pjellore. U vajtën gjithë ata hambar rrithash, me të cilat ju mbaheshit gjithë qytetet e fqinje dhe vetë Itali. Ku janë më në fund, që të hesht për të tjerët, ato muret aq të bukura të krujës, cilat dërgjet aq e rënuar, saqë duket se zor ruan kundër gjurmët. Shpretna, i e shikon se sa të mbarësura me rreziqe janë të gjithë punët e tua, qytetet, një palë të pushtuara, një palë të rrethuara. Fuka e vetë mbretërisë, kruja, e kthyer në hiç, vetëm këmbëngulja e njerëzve po qëndron ende, e cila me gjithë këtë më në fund duhet të thyet. Dhe do të thyet patjetër, sepse Murati ka vendosur të qëndrojë atje me forcë të shtuara tërë dimrin dhe po të doj puna, verën tjetër dhe shumë vite pastaj me radhë. Derisa më në fund, po s'mundi hekuri, po a bërë zgjedhjen atyre njerëzve uria. Por kjo do të ngjasë më në fund kështu, do të jetë se edhe ti, të lakmuar të keqen tënde,
do t'i përbucësh paturësisht kushtet e paqes që të kemi sjellë. E Otomani vendos të ketë shok dhe tributar në vend të kundërshtarit për Kobuzi. Ai heqë rrethimin e kruas, i ngreh përgjithmonë flamujt armiqësor prej Epirit, dhe i pëlqen më mirë që ta bashkoj krajinën pa gjak dhe ta ketë tributare me anë të kësaj mizorie. Për një nder kaq të madh, vihet një bar fare vogël, i jepet çdo vit vetëm 10.000 parë frujë. Tjetër asgjë s'kërkon ai, nga tuajat, as nga të vetët, që t'ja ktheni, ju keni mundësi o period. Ti ke mundësi o Skënderbe, që t'ja pranosh pa ndonjë turpe humbje. Thënde këtë gjë Muratit, e cila e kërkon më shumë të drejtën në vend se sa qyteteve tona në Epir. Në vend të sa e sa, bastionave dhe gjërave nga më të bukurat që ti zotron prej kohe, jo me ndonjë të drejtë trashëgimie, por sepse i ke rëmbyer me dhunë. Odhvalli është më e pak i dëgjuar Peloponezi nga Epiri. Mos qëndron më përpara teje. Karamani për nga fisiguria, për nga fuqia apo për nga pasuria. Më falni për guximin tim, por edhe të tjerë popull, shumë të lashtë, dhe të dëgjuara sjellin për ditën Adrianopoj, tribute me zemër të qetë dhe të kënaqur. Aq më tepër ju, ku tributi në fjalë, ju vihet jo për skllavëri. Kapedan fort i urtë, peshoj mirë gjithçka, gjendjen dhe mos e lër diçka sot nga duart, një rast kaq i bukur. Po të jetë se nuk do të kujdesesh tani për këtë beslidhje. Do të kërkosh dhe të dëshirosh, ta kisha të atëherë ndoshta, por nuk do mundesh, por me ndryshimin e gjendjes së punëve të tua, do ta ndihesh me krenari, fytyrën e ngazhdimtarë. Por nga dëshira e madhe që t'ju nxis për këtë gjë, unë qëndrova në këtë pjesë të fjalës sime, më tepër se ç'ishte drejt për rëndësinë e delegacionit dhe nderin e Muratit. Me gjithë këtë unë nuk marr përpara asgjë nga ato që thash, përkundërzi. Në rast se mund të ndikoj disi mbi ju, si kundërshtar, ju lutem, dhe ju përbetoj që të mendoni për veten tuaj, dhe për ne njëkohësisht, sa kjo është e mundur, sa plaku nuk dërëton. Dhe më të vërtet, besoni ju se ilmi nga mosarritja e paqes do t'i pikoj më keq në zemër Muratit se ne? S'ka dyshim se po të ndodhë, dhe mos arrihet paqja, do të jetë humbja jonë dhe e njerëzve të thjeshtë, sepse ne për lakmin e tij e hedhim trupin tonë të parë në rreziqe të tilla. Dhe shpesh kur nuk ja dalin me tuaj, ja ngopin shpirtin e atij me gjakun tonë. E do të jemi çdo ditë këtu në zemrën tuaj, do të derdhim, e do të pim gjak derisa më në fund ta ndaloj njërin apo tjetrin. Palë verja nga gjithë këto mirëre, apo të na shkruaj mizeria. Të dy palët të mbëngulja e pafund të ndonjë fatizi.